Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Darko Konstantinovski, shpreh shqetësimin për situatën e gjatë të status quo-s në sistemin juridik. Ai kritikoi parlamentin për shpërfilljen e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe paralajmëroi se nëse nuk bëhen ndryshimet e nevojshme, gjykata do të marrë vendime përfundimtare. Konstantinovski ju referua ligjeve për balancuesin, ndryshimeve në kodin penal dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke njoftuar afate dhe hapa të mundshëm për zgjidhjen e tyre. Lidhur me dy ligjet për të cilat Komisioni Evropian ka vërejtje konkretisht dhe lidhje me balancuesin, Konstantinovski informoi se është përgatitur një ligj i ri për vetë përfaqësim të drejtë dhe aktualisht po vlerësohet nga Komisioni i Venecias. Ministri i Punëve dhe Tregtisë së Jashtme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, shmang komentet mbi takimin mes partnerëve të koalicionit qeverisës për ristrukturimin e kabinetit qeveritar. Mucunski tha se është i bindur në arritjen e një marrëveshje. Në lidhje me ndarjen e funksioneve të qeverisë, Mucunski kërkoi nga partnerët e koalicionit të marrin parasysh parimin për cilësi mbi sasinë. Jam i bindur se ditëve në vijim do të arrihet marrëveshje që do të orientohet në rritjen e efikasitetit të qeverisë. Një çështje që vazhdimisht edhe kryeministri mendoi para disa ditëve theksoi, më lejoni që dhe unë ta them, është që nuk bëhet fjalë për numrin e vendeve të partnerit të koalicionit, bëhet fjalë për kapacitetin e individëve, dijen dhe përvojën e tyre dhe si ata do të kontribuojnë për institucionet që duan t'i udhëheqin. Më pak të fokusohemi në sasi dhe më shumë të fokusohemi në cilësi. Ky duhet të jetë prioriteti të gjithë partnerëve të koalicionit në qeveri, tha mes të tjerash Timço Mucunski. Kreu i Komisionit Rregullator të Energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Marko Beslimovski, deklaroi se është duke kërkuar zgjidhje për 550 punojësit e filialit të kompanisë ruse Lukoil në Maqedoni, pasi giganti energjetik vendosi të shehë asetet e tij jashtë vendit pas sanksioneve ndaj naftës që vendosi presidenti amerikan. Kreu i Komisionit Rregullator të Energjisë, Beslimovski, apelon të jepet një mundësi Lukoil Maqedoni dhe se kompania mund të furnizohet me derivatet e naftës edhe nga vendet e tjera. Kam pasur një takim me përfaqësuesin e Lukoil në Maqedoni dhe ai do të marrë të gjitha masat që këta punonjës të mos mbeten pa punë, tha Beslimovski. Në Maqedoni Lukoil ka 40 pika karburanti dhe 10 depo. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kapitali njerëzor, gatishmëria operacionale, modernizimi dhe industria vendase, mbrojtja civile, siguria e komunitetit, si dhe digitalizimi e inovacioni janë prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes në buxhetin e vitit 2026. Në prezantimin e tij, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu u shpreh se buxheti kap shifrën e 58.9 miliard lekësh, me një rritje prej 12% nga viti 2025 dhe për herë të parë arrin në 2.12 të prodhimit të brendshëm bruto. Bëhet fjalë për një buxhet historik, jo vetëm për nga përmasat, por gjithashtu për nga rëndësia e projekteve të financuara. E dyta, sepse në kushtet ku qeveria paraqet një ambicje të re për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare, është jo vetëm e nevojshme, por besoj dhe e dobishme të mund të diskutojmë si ligjvënës për mënyrën se si buxhetet shumë vjeçare të mbrojtjes mund zbatohen në mënyrë më eficiente dhe në mënyrë sa më ndikuese në forcimin e kapacitetit ushtarake dhe civile kombëtare. Sipas tij, përmes këtij projekt buxheti garantohen 13 miliard lekë, jo vetëm për pagat dhe mirëqenien e personelit, por dhe për vimin e rritjes së pagave ndaj mesatares së vendeve të NATO-s. Pezullohet zinxhiri komandues i strukturës së forcës posaçme operacionale të AMP-s pas plagosjes së agjendit të këtij institucioni, Muçi Shaljani. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka nisur verifikimin në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij. Ai u plagos në atentatin me pasojë vdekjen e shtetasit Gilman Dodani. 3 persona qelluan me automatik ndaj automjetit që po lëvizte në rreth rrotullimin në hyrje të aeroportit Nën Tereza, ku ndodhej agenti Muçi Shaljani dhe Gilman Dodani, i njohur si bashkëpunëtor i ngushtë i Emiliano Shullazit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.